Hosana te birit të Davidit, bekuar qoft ai që vjen në emër të Zotit, breti i Izraelit, Hosana në lartësi qellore. Kur Jezusi erdhi në javën e madhe, me hyrje në Jeruzalem, populli hjekën petkat e veta, teshat e veta, i qitën për tokë me allurua mbretin që po vjen, e morën pall në dorë. Te Gjoni 12, vargu 13, na thot, sa Jezusi po vinte në Jeruzalem, morën gema palmash, lejdoljen për para, brohoritëshin, Hosana, qof bekuar ai që vjen në emër të Zotit, breti i Izraelit. Çka do me tha kjo fjalë Hosana? Hosana do me tha na shpeto. Ata populli pritshin se Jezusi do t'i shpetoj, e kuptuan se Jezusi është Mesia, e sa ai ka ardhur me shpetua popullin e tij, e thone Hosana. Në Psalmin 1:18, në Bestillën e vjetër, thone o Zot na shpeto, o Zot na shëlbo. I drejtohen Zotit populli me këtë fjalë Hosana, e tash e kanë kuptua se Zoti që ka ardhur në trup, Mesia, Jezu Krishti, ka ardhur me shpetua. E si do të na shpetoj Jezusi? Kur mbretërit tjerë kanë ardhur në qytet, ata kanë ardhur me pushtua njerëzit, dërsa Jezusi vjen me dashni e me përvojtni, me shpetua njerëzit, me i shëlbua, e ai na shëlboi me jetën e me vdekjen e tij, e me ringjalljen e ngritjen në qiell. Për ata në meshën shenjte, na këndoj me Hosana në lartësinë qiellore. A dinin cilën pjesë këndojmë këta? E këto e këndojmë këta para lutjes liturgjike, para se shugurohet korpi e gjaku i Krishtit. E këndojmë këta se në atë moment, me këtë gjestje, çka nol, Jezusi, mbreti mbretërve, nga qielli është pranë nesh, e na futemi në realitetin e jetës, e vdekjes, e ringjalljes së tij. Për ata në këtë pjesë në mesh, na thome, o Zot na shpeto, Hosana, Hosana na shpeton. E si na shpeton Zoti jon? Ai na shpeton e na shëlbon, se ai nuk ka ardhur që me marrë jetën tjerve, ai ka alluru jetën për ne, e na lëvdojmë, e gëzojmë, e thome Hosana në lartësi qellore.